Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhet në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga tavat më të thjeshta, por është shumë e shijshme, është e shpejt, nuk do ju marr shumë kohë dhe mbi të gjitha është mjaft e shëndetshme. Kjo është bërë një nga tavat tona të preferuarat, sidomos tani edhe në verë pasi shijon në çdo stinë dhe në çdo kohë. Unë juftoj të qëndroni me mua deri në fund të videos dhe ta përgatisni sepse jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj. Atëherë fillojmë pa humbur kohë. Në një tigan me 2 lugë vaj ulliri, do skuqim mishin e pulës. Mund të zgjidhni çfarëdo lloj pjese që ju gjendet ose që preferoni. Unë kam zgjedhur këtë pjesën e këmbëve dhe do t'i skuqim pak në të gjitha anët. Pasi janë gati, do t'i vendosim në tenxhere ku do shtojmë krip, ujë dhe do t'a vendosim të zjej. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhi një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Aty ku skuqëm mishin e pulës, do shtojmë një qep, 2 karota të grira në rende dhe do t'i skuqim për pak minuta sa të zbuten perimet. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani atë në koment. Pasi perimet janë gati, do shtojmë një gotë të madhe me oriz, të cilën unë e kam larë përpara. Unë ju kam thënë që gjithmonë e laj orizin, edhe nëse ai në paketim shkruan nuk duhet larë, unë gjithmonë e laj në mënyrë që të shmang çdo lloj papastërtie që mund të ketë gjatë paketimit. Dhe kështu vazhdojmë skuqjen edhe për pak, sipas dëshirës mund të shtoni pak veget, kjo është për më shumë shije, nëse nuk e preferoni mund ta shmangni. Dhe të gjithë masën do ta shtojmë në tavën e pjekjes duke hapur në të gjithë sipërfaqen. Ndërkohë nga ana tjetër ka zier dhe mishi i pulës që nuk do dhe shumë kohë, sidomos nëse është pulë që është e blerë në treg, si në rastin tim fatkeqësisht nuk kisha një pulë fshati, me pulë fshati bëhet akoma dhe më e shijshme. Dhe do ta vendosim mishin në tavë, do shtojmë edhe lëngun e tij dhe nëse nevojitet do shtojmë edhe ujë shtesë në bazë të masës së orizit që kemi vendosur në tavë. Duhet pak ujë më shumë në mënyrë që të mos jetë shumë e thatë masa që do përftohet në fund. Dhe tavën do ta vendosim në furrë të parangrohur dhe do ta pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Unë them gjithmonë derisa të jetë gati, pasi pjekja varet shumë në varësi të sobës. Dhe për pak minuta e keni gati, është shumë e mirë, është shumë e shijshme. Unë ju sugjeroj ta provoni dhe nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypje në koment.